Jam në zemër të njërit prej kopshteve më të bukur të Shangajt, Yew Garden. Yew Garden është një kopsht i ndërtuar në 1559 nga një perandor i dinastisë Ming për nder të babait i tij, i cili kërkonte gjelbrim dhe i mungonte, që prej 1559 ai ndërtoi një kompleks me holle, me një sallë që ka shërbyer edhe si opera për një periudhë kohe, me një sallë për poezinë dhe njëkohësisht kopshtet prej 20.000 metra katror, pra 2 hektarësh, të cilat janë të shtrira në zemër të Shangajt. Unë po ju tregoj tani një pjesë të këtyre kopsheve. Kjo është pjesa e bambuve. Shiheni. Po ju tregoj kopshtet ashtu siç janë, për t'i parë të gjithën është thuajse e pamundur për arsye të madhësisë shumë të madhe të kopshteve dhe labirintit në të cilën ngrihet. Ky është një prej pavioneve të mbyllur në të cilin janë pothuajse të ngjashëm, do t'ju tregoj në anën tjetër. Ky është një prej pavioneve, të tilla janë 18 pavione. Ky është pavioni Yushi. Shifeni. Ndërkohë që është i ngritur mbi një verandë dhe kopshtet e Yew Garden, kjo është njëra nga pjesët, do vazhdoj të eci më tutje për t'ju treguar. Pamjet janë fantastike. Tu jam në pjesën tjetër. Është pak e vështirë sepse ka një numër shumë të madh turistësh që vërtiten në këto zona. Kjo është vetëm 1/5 e kopsheve. Pjesa tjetër është e pamundur sepse duhet ishte video 30 minuta. Jam prapë në një prej zonave ku pavionet janë njëri pas tjetrit, pra shifni, janë 3 pavione. Është pavioni i madh, pavioni më i vogël, pavioni i tretë. Do vazhdoj pastaj me kopshtet. Kjo është zona e waterfallit. Këtu është një prej pavioneve që konsiderohet pavioni i poezisë. Shikoni. Dhe është me waterfallin në këtë drejtim dhe me një shtëpi që ngrihet në maj të shkëmbinje artificial, kuptohet. Në këtë drejtim po shkoj në hallin tjetër, i cili është një hall më i veçantë, dhe më pas dilet në një pjesë tjetër të shifeni se si pastrojnë gardens. Jam prapë në pjesën. Ka një rrugë që mund ngjitesh sipër në shtëpi dhe ta provoj tani. Ky është pavioni tjetër, para se të dalësh në kopshtet e treta. Ja ku është pavioni. Ky është një tjetër pavion. Vazhdoj të eci më tutje, të shoh çfarë mundësie kam për të dalë në shtëpinë aty sipër. Shifeni se si janë gardens. Është thuajse e pamundur të hysh në të gjitha ato. Këtu jam në një zonë që s'm duket se ka rrugdalje, ta provoj gjithsesi. Po, që nga e mbyllur dera, që të ngjitë sipër në shtëpi, ndërkohë këtu duhet ulësh kokën. Ishte mbyllur rruga që të çon në godinën atje sipër. Jam duke shkuar tani në drejtimin tjetër për t'ju treguar. A këtu ka një wish wall, pra një mur në cilën ti shënon dëshirën tënde. Shifeni, si shumë veta shkruajnë wish wall, pra ti duhet shkruash, duhet hedhësh diçka aty dhe shkruan me këto letra këtu. Ja si shkruan vajza. Ndërkohë, po shkojnë pjesën tjetër. Pamja është fantastike. Yew Garden ndodhet në zemër të Shangajt, vetëm 10-15 minuta nga Bund, lagja kryesore. Është një prej vendeve që duhet vizituar patjetër,
sepse rreth e rrotull përveç garden është edhe një market tipik kinez, jo market, po një lagje e tërë tregtare, edhe kjo është pamje shumë e bukur, pamja në cilën del për në hallin tjetër. Është pjesa që të çon në pjesën e ja dhe një pjesë e vogël e gardenit këtu, ndërkohë këtej dalim në pjesën shumë bukur që kanë garden. Kjo është pjesa e dytë e gardenit. Stele dielli, për ta parë pak më mirë, do mundohem të shkoj në anën tjetër. Shifeni se si është. Tu janë gardens që shkojnë në atë drejtim, të gjitha pemët që janë që prej shekullit të 16, ndërkohë dola në pjesën tjetër të gardens, thashë shumë e vështirë, sepse ka grupe të mëdha turistësh. Këtu jemi në pjesën, ky është një tjetër hall që duhet të jetë asa i bukur që nga prej halleve kryesore, i cili është një nga pavionet, pra halli quajnë, ku qëndronin përfaqësuesit e familjes mbretërore. Kjo është pjesë e pjesa e mbushur me lule e kësaj zone, ndërkohë vjen liqeni, ura tjetër atje. Mundohem të shoh tani se ku janë duke shkuar. Ju garden shkon në atë shtëpinë atje sipër. Ky është halli i interiorit. Këtej mund të ecësh në pjesën e brendshme të ju garden. Edhe kjo pjesë këtu është krye vepër. Dyert për të hyrë brenda. Ndërkohë që kjo është pjesa e fundit para se të hysh brenda pallatit. Hyrja e pallatit është në këtë drejtim. Shihni edhe këtu se sa i bukur është. Vazhdon më tutje gardeni. Ndërkohë që tej shkohet për një pjesë tjetër të gardenit, që është e mbyllur tashmë, një tjetër pavion, ta shoh dhe këtë, e pastaj vazhdoj në drejtim të fundit. Kjo është një pavion Humby Tower, gjithi prej druri, dhe dilet në pjesën tjetër, që është kjo pjesë këtu. Do të jetë pjesa e brendshme, ndaj është exit i fundit. Kjo është pjesa e brendshme e gardens, e oborrit. Nuk kanë të mbaruar, të si po hy në një pjesë që është prapë e ngjashme me këto që kemi hyrë deri tani, luanët e gur tipik. Dhe kjo është pjesa e oborrit të brendshëm. Nuk mbaro ka oborri. Shife. Që nga një tjetër pavion ky që ka edhe më i bukuri. Dhe tashti të futem, nuk mbaron ka pjesa për të vizituar. Tjetër pavion. Dhe këtu dal në oborrin e brendshëm, që është edhe më madhështori. Shihni çfarë oborri. Pra, jam në zemër të Yu Garden, të godinave të Yu Garden në Shanghai, një vend që vlen për të vizituar në mënyrë absolute
nëse jeni në Shanghai, në Kinë. Mos e humni kur, ju Garden.